Bashkëkryetari i Komisionit për Reformën Territoriale, Arbian Mazniku nga Korça, ku komisioni zhvilloi dëgjesën e radhës, ka folur dhe për protestat në vend. Në një prononcim për mediat, Mazniku tha lidhur nga protestat se në demokraci njerëzit kanë të drejtë të thonë mendimin e tyre. Unë e thash paraprakisht që është shumë e rëndësishme që njerëzit në demokraci të kenë drejtën të thonë mendimin e tyre. Dhe është pjesë thelbësore e një demokracie. Dhe duhet gjithmonë të kujtojmë një gjë që sot jemi në një situatë ku njerëzit kanë drejtën e tyre të protestojnë, thonë mendimin e tyre, të organizohen, të grupohen në mënyrën se si e thonë mendimin e tyre, dhe kjo gjë është krejt normale. Duhet kemi parasysh që jo shumë larg në kohë ekzistuese kur njerëzit ishin shesh, vriteshin. Unë kam qenë shesh 20 janar ku kam dëgjuar dhe i kam ndier fishekët fërshëllojnë mbi kokën time. Sot jemi në situatë ku demokracia shqiptare është një nivel tjetër ku njerëzit kanë drejtën e vet ta thonë mendimin e tyre dhe ka forume demokracia të qëndësishme se si e rishikon mendimin e vet, e strukturon mendimin e vet kur e shef të arsyeshme. Partia Socialiste e Shqipërisë ka një marrëveshje me qytetarët shqiptar, të cilën po e ndjek me shumë vëmendje dhe me agjendë për përmirësimin e Shqipërisë. Nga ana tjetër, Luciano Boçi u shpreh se PD e mbështet fjalën e qytetarëve dhe akuzoi qeverinë pasi sipas tij po shmang ballafaqimin me qytetarët. Ka një lloj nonsensi, por unë gjykoj që çdo fjalë e një qytetari brenda në sallë është një formë e protestuarit për gjitha ato probleme që po protestojnë sot qytetarët. Prandaj e kemi stimuluar dhe e mirëpresim fjalën e qytetarëve, sepse kjo qeverisje ka një gjë, shmang ballafaqimin me qytetarët. Ky ka qenë fakt rasti i parë, kur them ky dëgjesa, kjo më saktë, dëgjesa ose ky rast ballafaqimi ka qenë rasti i parë dhe vërtet me zor i kanë përtypur fjalët që kanë thënë qytetarët, sepse fjalët që kanë thënë qytetarët sot janë parulla në shesh dhe ju e dini shumë mirë. Pra unë do thoja që është një formë vazhdimësie e të protestuarit të qytetarëve, por edhe e opozitës. Lufta ndaj opozitës për gjatë shumë viteve ka qenë dhe në formën e bërjes opozitë ndaj opozitës, ndaj PD-s. PD-ja është sulmuar në forma juridike, politike, zgjedhore, dhe këto format janë kaq të lehta, ka rryma aty brenda që duan të përfitojnë kapital politik, marrin autoritetin e opozitës dhe gjejnë këtë formë për të lëshuar ndonjë thirrje, ndonjë parull që nuk na afekton. E rëndësishme është që gjithë qytetarët janë aty për një qëllim, për një emërus të përbashkët që është largimi i kësaj qeverie dhe largimi i Ramës. Boçi rikonfirmoi mbështetjen ndaj protestës dhe theksoi se emëruesi i përbashkët i qytetarëve dhe PD-s është largimi i qeverisë dhe Edi Ramës.